Dhe për dallim nga herët e kaluara, kur ishim ngërçe politike, faktori ndërkombëtar ishte ai që ndërhyjte dhe zgjidhte problemin. Ndërsa tani, në këtë situatë, edhe ata nuk janë të interesuar për të ndërhyrë dhe për të bërë zgjidhje. Dhe për këtë duhet pushtetarët tanë, liderët politik dhe forcat tona politike të ndërgjegjësohen dhe t'i kthehen përgjegjësisë së tyre, pasi që Kosova ka shumë problematika. Zgjedhjet e njëpasnjëshme po sjellin problematika të shumta, po dëmtohen qytetarët, po dëmtohet vendi, por edhe po dëmtohet reputacioni i vendit tonë në bashkësinë ndërkombëtare. Po, por me këtë sakt zgjedhje që po zhvillohen dhe me një situatë që duket paksa déjà vu e atyre se çfarë po ndodh, a ka një ndryshim zoti Veliu në këtë moment në zgjedhjet që do të mbahen ditën e nesërme, pra sa i përket fatit politik të Kosovës, ka ndonjë element që ndoshta jep shpresë që pas këtyre zgjedhjeve, pra situata nuk do përsëritet dhe Kosova do të kanalizohet mirë, sepse besoj që ka pasur edhe pasoja negative me këtë paqëndrueshmëri qoftë të investimeve apo të vetë shtetit, pra në mënyrën se si funksionon. Po, e gjitha për fatin e keq të vend